Atëherë, përsa i përket pyetjes së parë, nga deputeti ushtrua pyetje që pse ishte një përgjigje e vakët për këtë lloj situate që realisht ishte situatë shumë sensitive dhe situatë shumë e rëndë që duhet ta pranojmë gjithë. Atëherë, unë duhet t'ju vë në dieni që nga drejtori i përgjithshëm i AMP-s, nga vetë Agjencia Mbikëqyrjes Policore, janë bërë disa prononcime publike dhe jo vetëm një, ku është paraqitur shumë qartë masat e marra nga institucioni që unë drejtoj për gjithë punonjësit brenda institucionit, të cilët kanë qenë pjesë e procesit qoftë në rekrutim dhe qoftë në kontrollin e duhur që duhet i bënte të ndjerit edhe gjithë punonjësve të tjerë të AMP-s. Kjo e bazuar në ligjin për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore. Gjithashtu është bërë dhe prononcimi i dytë që nga vetë Agjencia e Mbikëqyrjes Policore në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor të Jurisdiksionit Përgjithshëm Tiranë është bërë kallëzim penal për të gjithë procesin e rekrutimit, si edhe për proceset e vijueshmërisë në punë për sa i përket forcës posaçme operacionale, drejtorisë forcës posaçme operacionale, për ato element që ne kemi parë që është shkelur ligji. Për pjesën administrative, siç e thatë edhe ju, unë kam marrë masa të drejtë për drejta duke pezulluar të gjithë zinxhirin komandues drejtorisë forcës posaçme operacionale, e cila jo më larg se sot janë marrë masat e një hetimi disiplinor ku konstatohet për një përjashtim nga Agjencia Mbikëqyrjes Policore dhe vretje të tjera administrative, duke filluar nga vretjet e rënda dhe me vretjet të lehta sipas asaj që ne kemi konstatuar nga grupi i caktuar me ligj, i cili është grupi brenda AMP-s që bën, le të themi, mini vettingun e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, mini vetting në kuptimin e asaj që ndodh, jo mini vetting në përgjithësi. Megjithatë, nga ana ime, që kur kam marrë këtë detyrë, unë e kam bërë dhe tek njoftimi publik, në bazë ligjit për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, ku drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore ka për detyrë që të kontrolloj edhe vetë punonjësit e Agjencisë Mbikëqyrjes Policore. Kjo e bazuar në ligj për arsye sepse ka një të drejtë ekskluzive për sa i përket qoftë nëse merr informacione, qoftë nëse sheh që përditshmëria nuk shkon konform atyre të, le të themi, shinave të shtruara ligjore, unë kam pas komunikim përpara se të ndodhte ngjarja, që kur kam marrë detyrën disa ditë më vonë, diku mos gaboj 2 javë më pas, me të gjitha agjencitë ligjzbatuese për sa i përket shkëmbimit të informacionit, për sa i përket të gjithë forcën operacionale të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore.